Por edhe fakti... nga ana tjetër, nëse do më lejosh në një sekond, ka dhe një objektiv i cili ndoshta nuk është i deklaruar, por qëndron aty. Ajo që është aksesi në burimet energjetike të Iranit dhe akoma më shumë nëse do shohim jo në aksesin në drejt për drejt apo në hyrjen e kompanive amerikane për të qenë në marrëveshje të drejt për drejt me Iranin, se sa më shumë për atë që është ngushtimi i marrëdhënies së Iranit dhe furnizimit të Iranit me burime energjetike Kinën, që është furnizuesi kryesor i Kinës me burime energjetike, pra me naftë dhe apo edhe me gaz natyror. Pra, objektivat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë vetëm ato të cilat janë shprehur, por janë edhe në ato që është politika afatgjatë e saj, politika e jashtme e sigurisë, por edhe e jashtme afatgjatë e saj për të arritur objektivat e dominancës së Shteteve të Bashkuara në rajon, por edhe kontrollin e rajonit së bashku me Izraelin. Ka dhe një opcion të tretë i cili diskutohet dhe nuk e shoh tashmë paksa të vështirë për të vënë në punë, që mund të shkohet drejt një formacioni ose ndërtimit të një formacioni ndoshta jo shtetëror, por administrativ, të krijimit të një njësie administrative ku të gjithë kurdët të jenë të përbashkët dhe të formësojnë një territor në të cilin do jenë ata që e kontrollojnë dhe që do jetë në të ardhmen mund të shkojë edhe në krijimin e një shteti të kurdëve. Ku do merren rajone të caktuara nga Siria, Irani, Iraku, ku edhe deri diku Libani. Turqia pastaj është pikpyetja e madhe. Tjetër pastaj që hynë në ato që janë gjithsesi ja qëndrojnë apo edhe objektivat e largta dhe kundërshtit pastaj hymë në diskutimet të tjera, sepse në rajon nëse Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës arrin që të gjynjëzojnë Iranin në aspektin edhe të ushtarak, po edhe të ekonomik, atëhere në konceptin e analizës për Izraelin kundërshtari kryesor që ngelet në rajon është Turqia. Dhe atëre shihet një analizë ose duhet shkuar në një... Patjetër, prandaj do qëndrojmë tek Irani në këto momente. Me atë që më that pak më parë, i bie që dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar Izraelit sipas mediave ndërkombëtare që të ndalojnë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit, sepse shikohet një e ardhme bashkëpunuese në vijim kur të ketë përfunduar lufta. Si në këtë këndvështrim, si në aspektin e presionit të cilit po ndodh nga komuniteti ndërkombëtar, kryesisht kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për atë që është, siç u thash, implikimi i luftës në atë që është ekonomia. Dhe shohim që bareli i naftës po lëviz me hapa të cilat po shkoj deri në $120 për barel, dhe vetëm që deklaratat e presidentit amerikan të cilat thanë se do ketë lufta në Iran nuk do zgjasi, i cili ndikojnë në ato që janë bursa ndërkombëtare për uljen e çmimit të naftës. Por kjo nuk do të thotë që nuk ka një impakt negativ në ekonominë, dhe ndaj u thash që lufta në Iran, edhe pse është një luftë rajonale apo një përplasje rajonale, ka një impakt global në ato që është ndikimi ekonomik dhe ndikimi energjetik.